Një tjetër pacient ka ndërruar jetë pas një ndërhyrje kirurgjikale. Kësaj radhe bëhet fjalë për një pacient italian, i cili më datë 20 maj ka kryer një operacion në një klinikë dentare në rrugën e Kosovarëve në Tiranë. Sedasi italian me banim të përkohshëm në Shqipëri, pavarësisht ndihmës mjekësore të marrë, ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm. Dyshohet se 63 vjeçari italian ka qenë me sëmundje shoqëruese dhe e klinikës ku ka kryer ndërhyrjen kirurgjikale në dhëmb. Dyshohet se nuk i ka thënë këtë informacion, ndërsa do të jetë autopsia, ajo që do të përcaktojë shkaqet e vdekjes. Në njoftimin e policisë thuhet se 63 vjeçari italian, i identifikuar me iniciale DS, është paraqitur për mjekim në spital në 22 maj, 2 ditë pas ndërhyrjes kirurgjikale, pasi nuk ishte ndier mirë pas ndërhyrjes kirurgjikale në klinikën dentare. Specialistët për hetimin e krimit e Komisariatit të Policisë numër 2 ka kryer veprimet e para hetimore, ku i ka marrë deklarimin administratorit dhe dentistit të klinikës. Ky është rasti i dytë brenda kohës kohore të 2 ditëve që një tjetër pacient vdes pas një ndërhyrje kirurgjikale. Kujtojmë se me 22 maj, Valbona Gjazejno, një tjetër pacient ndërroi jetë në Durrës pas një operacioni për ngushtim stomaku në një spital privat, Villa Alba. Materialet procedurale lidhur me rastin u referuan në prokurori për vlerësim të mëtejshëm të rastit.